me një fjali që the, në diskutim që po bëj me Top Channelin me Blushin, se u tërhoqa sepse nuk merja me vete, se kisha një grup të madh me vete. Po. Pra janë ca njerëz që ti ke marrë me vete, që i kishe premtuar. Si ç'a ndodhi? Premtove? Jo, i thash, unë i ashtu ata panikuan në moment, i thash ne do ikim bashkë. Pa. I më pëlqen që i ke marrë me vete, më pëlqen. Shiko, unë kam kalu me Julin, me Gentin shkëputje se Genti ju te agoni, me Julin, me Gentin, me Albanon. Me Julin dhe me Albanon kam kaluar, me Julin njerë kam kalu më po thuaj se kosa me Orindën. E të mërshme, kur e mendoj se Juli është kështu, kam kalu gjithë. Do të thënë, me këta njerëz, kam kalu 15 vite, çdo ditë në 9 të mëngjesit te Kristal Centeri apo më vonë në Klan, çdo ditë nga e hëna në shtun, çdo ditë, s'po them ne. Familja. Do të thënë, dhe unë isha u thinja nga ata. Kështu që absolutisht nuk e çoja në përmend, por unë ja lash opsionin që ata të rinin në Tring dhe në Vizion edhe me logon time që kisha krijuar. E lash si opsion, por nuk ishte no sense. Edhe as diskutoj fare. Aktorë duam një kokë. Kokë, edhe jo, po ishim në paqe të gjithë me pozicionet e njëri tjetër, pastaj ne te kaluam fare atë fazë, nuk konsideroheshim më sepse ishim. Po Klanifornia si ishte si eksperiencë? Klanifornia unë kam bërë pa dëshirë. Pa dëshirë fare. E para njerë mendoj që ishte, po sepse Klanifornia nuk ishte. Klanifornia ka pas një momentum të bukur që adrenalina erdhi shumë, që ka qenë në pandemi. Në terren. Atje mori sens shumë. Atje mori shumë sens dhe ka qenë shumë i fortë. Po sepse Klanifornia ishte shumë Serenade Live, Klanifornia ishte portokallis. Pandemi ishte komplet ndryshe, ne ishim të vetëm që bëm program dhe fakti që ne ishim një grup njerëzish që xhironim, edhe pastaj bëj edhe pak Saturday Night Live me ato monologjet që ishin të largësia, ajo e bëri ndrimi i studiove. Ky ishte gjetja që ne bënim disa studio televizive. Por unë Klanifornia e kam bërë është era e parë që po them e kam bërë pa qef. Do më realisht është era e parë që unë kam bërë kompromis. Sepse nuk e konceptoja dot që unë ta dëprisja dhe brenda një viti gjysmë njerëzit të iknin. Të ndërpritej, se i bite ti trahtoje ata fare, më t'i lijan në rrugë, dhe pranova, gëlltita këtë formulë që nuk ka qenë ajo që unë, pavarësisht se ne kishim shikueshmëri të fortë, se Klani është logo shumë e madhe, edhe me thonë drejtën, vitin e pandemisë ishim, të sa pasaj na vrau Big Brotheri, se ishte Big Brotheri Luizit e kalun ditë shtuna, ata pasaj nuk ishte shanse, edhe të vriteshim live, ne do shiftin do këshifin Big Brother. Kështu që më mirë që ndodhi kështu, se të pak nuk mbajtëm përgjegjësi që ne mirë ishim në audiencë, nuk është edhe në klikime, ishte goxha mirë programi. Domethënë Visiani për shembull që vazhdonte Portokallia u bë shumë suksesshëm. Domethënë personazhet. Cubi ka qenë, Delinda ka bë hite, jo se s'ka prodhuar programi hite, ka pasur personazhe, Albano ka bërë super personazh, Fevziu, Gilbert, domethënë kishim shumë klikime. Por mua si krijues nuk ishte krijim. Ishte një amalgam, një përzierje për të prodhuar diçka që të prodhonte një program që kishte muzikë, që kishte humor, që kishte balet, për një portokalli, ndoshta më të freskët, se ishte pak energji tjetër, po kaq. Ishte e vështirë të menaxhoje aq shumë veta, ti ke qef menaxhimin, po aq shumë aktor emocional. Nuk ka gjë më të lodhshme. Dhe unë nuk i kthehem kur. Shiko. Po kur, e ke atë mos thuaj kur, po kur. Do të thënë, unë nëse do prodhoj një gjë, nuk i kalon 7 vetat, nuk. Ose do prodhoj vetëm për Turian Myskën, pra në funksionin tim. Jo, sepse do thosh se ti s'do lidhesh më emocionalisht siç e lidhur më para, po jo, nuk e para është vend i vogël, nuk i ndan dot. Shiko, aktori duhet të jetë një njeri të tmerrsisht, duhet ta lësh në gjithë ngjyrat e tija. Duhet ta lësh vetëm. Nuk i let, ata kanë kredi. Ata kanë stres parkimi, ata kanë shkollat e fëmijëve, kanë çdo hall të një njeriu normal. Se nuk është se rrogat këtu po. Edhe këta po jetojnë atë thjesht marrin këtë skenarin. Nuk ata duhet krijojnë vetë. Dhe unë i kuptoj aq shumë këto, se është ndryshe për kur je moderator dhe thjesht është ndryshe, me shumë para, je vetëm ti, të duhen thjesht 2-3 skenarist ose 2-3 asistentë, kupton? Kur je Gjebre për shembull, ose kur je Arban Osmani, është shumë më thjesht kur je Turian, që bën vetëm programin tënd dhe ke 2-3 gazetar. Ndërkohë aktori duhet të ndërveprojnë, duhet të jetë çdo javë një premier, çdo javë, e di ç'do të thotë çfarë heronj janë ata që punojnë te Portokallia dhe vazhdojnë akoma. Dhe kur dëgjoj këta që i shajnë ose kështu, më irritohem.
se e kam parë na brenda. Më thënë jo konsum. Po dale ne po pranojmë konsume politikanë nga 40 vjet, u mërzitën këta se gazi apo ledi. Shiko, më irriton edhe kur aktorët shajnë producentët apo ata që kanë ndenjur afër dhe kanë krijuar. Kjo pasazh këtu tani është ai ke ndjerti këtë mos më njohin, po unë sepse unë jam vetë producente dhe mendoj si për veten time. Staha. Fare. E di pse? Sepse unë kjo është mund ta pranoj me shumë kënaqësi, unë nisem gjithmonë nga pritshmëri zero. E kam këtë sepse duke qenë i vogël, duke hyrë i vogël, kjeca për shembull, nuk se s'du të përmend emrat bëjmë lajm, po kam parë sa njerëz, që më kanë dalë krejt ndryshe nga çashtu. Apo njerëz që ti je investuar dhe ke parë që nuk e marr mbrapsht atë që ti mendon që ashtu. Unë të hyj në lëkurën e tjetrit nuk kam më kohë, pra të ri unë të mendoj pse Dalina ma bëri këtë, nuk kam më kohë, atëre unë pritshmërit i kam zero. Në momenti që kam pritshmërit zero, Dalina thjesht do jetë shumë njeri i trishtuar që në gjithë gjërat e veta ka haruar një njeri që guess what? Te ka marrë këtu e të ka që këtu. Sigurisht me talentin tënë, se dika që ka. Kështu që ndërkohë unë jam këtu të zero atë. Për mua je akoma pritshmërit zero. Dhe kur ti bëhesh e mirë me mua, thjesht shtohen pluset, pra nuk shkojnë minus. Kështu që realisht nuk e kam fare këtë frustrimin që ore pse shau fila. Po mërzit njëri kur e mbyllë Kalifornien nga aktorët, u mërzitën atë të folën? Javën, janë njoftuar 1 vit e gjysmë përpara. Ti pasi njoftimi më të çuditshëm që kam dëgjuar ndonjëherë. Janë njoftuar 1 vit e gjysmë përpara, i kam thënë tekstualisht, neve raporti kosto të ardhura është tmerrsisht larg, sepse neve jemi në programe shumë njerëz. Klani nuk na ka më detyrë mbas 5 vitesh të mbaj programe kaq pompoze, të shtunën përballë kemi një program Monster, që është i fuqishëm, Big Brother, super i suksesshëm. Është hit. Atëre, çfarë do bëjmë? Unë mendoj që do mbyllemi, se s'kemi ç'bëjmë, të rishpikim veten, gjej forma etj. Nëse siç është tek, ja kam njoftuar 1 vit përpara, ose të gjithë bashk të prodhojmë aq shumë para sa ta mbajmë këtë në këmbë dhe të ndryshojmë. Nuk ndodhen asnjëra prej këtyre, rrjedhimisht u mërzitëm të gjithë, unë u mërzita shumë, u mërzita jo për Kalifornien, nuk e kam fare emocione Kalifornien, fare. Kur s'kam ndjerë 2x lënë këto Kalifornia, jo. U mërzitëm sepse edhe në ato kushte të një tensioni tjetër, që ishte tensioni i madh, se Klani ti e di që është tension vërtet Sandri ty të merr në telefon, po tensioni është shumë i madh, sepse aty ka aty ka gar për të thithur sponsora, gar për të marrë audiencë, janë të gjithë general, që tha mbretër pakuror, dhe në këtë kontekst ne prapja dolëm që edhe me shumë ashtu ta mbajmë atë bërthamën, por mbaroi ajo. Po si ranjëri telefonit. Vërtet? Visiani kujtohet, me Visianin flas, me Albanon kam, më shumë e marrun se Albanon e kam si çkam vllajn, Albanon e kam kështu si. Po Juli? Juli është natyrë shumë e çuditshme. Juli nuk kshan, nuk përdos, domethënë bashkë, po Juli nuk di të thot fjalë të mira. Ka si natyrë. Domethënë unë me Julin takohem dhe siç është Juli, po unë kam shumë xhan Julin, edhe do e kem gjithë jetën. Domethënë është një njerëz që kam dhe Juli ka qenë besnik në momente të caktuara. Mendoj që është me Julin është mirë ta kesh kështu raportin. Nuk është psikovampir Juli, fletë dhe mirë, është si tip divorci që po që e ke xhan. Jo, thjesht ta ka lidhur me puna, unë ata të gjithë i kam xhan. Realisht nuk kam për të thënë kurrë një fjalë të keqe për te në i batute, po kurrë një fjalë të keqe, sepse s'mund të se imagjinoj dot. Shikoj, çuditshme që të s'ka marrë në telefon. Është me natyra. Jo, është me natyra, po mbas. Jo se e tha si batut, jo se ne jemi takuar, po. Jo, e the si batut, po ndodh. Të 20-tat kuptohet, mbas të 30-tave unë mendoj që njeriu duhet të jetë pak i zgjuar që të paktën edhe sikur të mbarojnë emocionet, se ka një fazë emocionesh 2-3 javë që ti e shan tjetrin, ndoshta dhe ja fajson atë për gjithë problemet e tua. Po pastaj njeriu do bëj ca llogaritje, sidomos ta njerëz, sidomos aktorë që janë në treg dhe presin gjithmonë për një producent dhe skenarist, që njerëzit që janë të suksesshëm le të marrin një marrëdhënie. Jo, i kam marrëdhënie të shkëlqyera. Jo, s'kam asnjë. I vetmi person që s'kam folur gjatë, se kjo tash do pashtu po që kam folur mbas ca kohësh, ka qenë Olsi, Pylyku, po unë e di pse, se Olsi ka qenë në një periudhë të ngarkuar të vetën, dhe me të cilin tani kam në 2 javë që flas non stop me të. Julin, Gentin, Visianin, Albanon, Egin, Cubin, Lisën,
Rudina dhe Mbaci kanë bërë shumë të afërt. Edhe Delindën që nuk se punuam vetëm vitet e Kalifornias, Behar Merën plas. Unë personalisht në asnjë moment të jetës sime nuk e për të më dëgjuar mua publikisht të them diçka të keqe, qoftë dhe nëse unë dëgjoj publikisht që këta njerëz thonë diçka për mua, sepse këta njerëz nuk ka se si në universin tim të jenë të këqinj, se ndryshe nuk do kisha punuar me ta. Dhe i bie që t'jetë dështimi im. Kështu që unë po dëgjova, do i shoh në rrugë, do i puth në ball, do i them kam xhan ose do i përqafoj, se nuk e kam luksin në 40 vjeç ta mbush veten me negativitet për çfarë, për një kapriço apo për një mendim të tin apo të sajën të një aktori apo së një aktori. Kështu që fare. Pak a shumë ajo çka kuptova paktën me arritjet tua profesionale, çka ke dashur ke marr. Edhe kur e ke kërkuar me këmbgulje si 20 vjeç, çfarë është një gjë që ke dashur dhe s'e ke marr ose do doje ta bëje, të paktën unë e di që televizionin në televizion flasim. Po, çka ke pasur? Atëre në çka kam dashur të bëj ka qenë filmi. Po të filmi do futemi te filmi. Në televizion tani, në televizion unë nuk kam bërë realitin që se di nuk e kam bërë, domethënë themi kot se di, se kam bërë pik. Big Brother i Top Channelit është në gjykimin tim gjëja më e mirë e realizuar ndonjëherë në atë sektor, dhe nuk është aq e thjeshtë saç mendojnë njerëzit, është vërtetësisht e vështirë edhe për këtë jeç kapelen dhe din ta bëjnë ata. Atë do doja ta kisha bërë një herë. Tani mbase s'dua. Të kanë ofruar apo? Jo, nuk kam me Top Channelin përveç këtë të blushit, nuk kam pasur asnjëherë asnjë kontakt. Jam taku dhe me Lorin, më thënë jam taku misisht. Kam bërë festivalin e madh, bëra për qef të mamit atë që se mami e kishte ëndër. E festivalin? Festivali që çuni të bëj festivalin dhe e bëra. Po e di që është një ëndër për shumë prezantues gëzohen, kam vënë re që të shkojnë të bëj festivalin. Unë se kam pasur sulita shumë. Jo, unë e bëra ekskluzivisht, e bëra që mami të thoshte që e bëri djali festivalin, domethënë edhe absolutisht është në CV është mirë sepse tani ai është institucion, duhet ta kesh në atë. Po nuk shiko, për aq kohë sa njerëzit nuk të mbajnë mend për atë gjë, nuk ç'do ta bësh. Doja të kisha prodhuar dikur. Të kisha prodhuar Këngën Magjike, që e ka prodhuar ai. Po. Ka ardhur një çik më natyrale. Se ka qenë edhe 30 vjet më përpara në atë sektor, ose Top Festi për shembull ishte super. Kur shifja unë ndjesha xhelos tani, të jemi sinqert, kur shifja Arbana Ledionin kush e bënte atëre, ndjesha xhelos. Shumë xhelos, sepse dia dhe muzikën si funksiononte. Konsumoja, isha në atë vibe, në atë mosh, ndjesha shumë xhelos. Tani jo fare, po atëre ndjesha, ta thashë më përpara, për këto ndjesha xhelos. Tani përsa i përket televizionit aktual, mendoj që domethënë dua të bëj gjëra. Unë keq nuk i kam bër publikut. Keq nuk i kam bër. Pra unë nuk jam një figurë që ka, si të thosh, ka sjell neveri, ka prishur vlera atje, nuk i kam, po dhe në një të mirë të madhe nuk i kam bërë. Dhe mbas lindjes së Atarës e mendoj që duhet të kemi një mision. Jo misionare po dal po bëj Jezusin, po një mision. Dhe nëse do prodhoj programe televizive flas, duhet të ketë diçka. Pra, unë duhet të kontribuoj. Ke një qëllim, po. 20 vjet nuk kam bërë keq, nuk kam bërë gjëra. Po të argëtosh një gjesh. Po prap thash ja ato të rinë ke shënuar shikoj. Se nuk më shumë. Kam pasur shumë hapësirë. Shumë. Nuk je ndërgjegjshëm kur je në proces. Se sa hapësirë. Unë po i thosha, çfarë luksi madh është të marrësh kohë, të ngrit, të kesh strukturë, pushtet. Dhe nuk se kam përdorur shumë, nuk e kam menduar, e mendoj tani jam e i pjekur, po dhe këtë kur them televizion, dua të bëj gjëra ndoshta jo shumë të mëdha, por gjëra që në thelb thonë Returi bëri një gjë që të paktën 2 veta, se po shpëtove njëri që shpëtu njerëzimin. 2 veta unë ti ndikoj me mendim pozitiv. A jeti në atë fazën që vetëm 2 veta do të të shohin? Jo, dalun televizor për ndikuar po për të më parë jo. Unë kam një unë se besoj njeriu që është ambicioz kur dëgjoj një herë. Unë do të klikoj, nuk e besoj, bullshit. Kjo është budallik. Unë nuk jam marrë me muzikë sepse unë nuk e konkurroj dot Ledrin, Kapitalin, Kreshën, të fikin derën ata.
Po ata janë fokusuar 100% Po aty. ç'po më intereson më i zonjë të dalën të më shohin vetëm 500 vjet aty ç'është ky? Jo se bëj fare. Jo. Pse ke menduar më fal një herë për ata që se ka facat produktit, ke menduar që të keni menduar një atëre ne për produktin e kemi, ne thjesht produkti është vërtet për qef, sepse dy çunat vazhdojnë me muzikë, Albani merret shumë seriozisht dhe shumë i talentuar, Fabi merret kur i do qefi Fabit. Unë merrem. Pa Albani ka bërë një super këngë me Loren te kënga magjike. Kënga magjike. Me Loren bën këngë shumë, Biles ka bërë një këngë tani për Orinën, është vërtet shumë e bukur. Dhe bashkohemi për qef. Grupi po u bë për qef, është tamam nostalgji dhe aty nuk hym dot në klikime. Ama të prodhosh dhe të bësh një herë në 10 vjet, ama të prodhosh muzikë. Si të prodhosh muzikë ti, të quhesh të jesh më në treg. Dhe ndërkohë ke Alban Skënderaj që bën një koncert në Itali që ishte wow, nuk e di, jam emocionuar aq shumë për mirë, shumë mirë. Për atë sepse ai djali ditë bëj dhe art, apo Elvana që bën ato koncertet e mëdha, të kthehem unë. Mbas suksesit që kisa, atëherë kemi qenë shumë suksesshëm. E të kthehem unë tani, e të bëj këngë, edhe të ri në treg, jo të bëj një këngë për qef, se një këngë për qef është tjetër gjë, të ri në treg. Dhe të më shohin vetëm këta të anda nëse pas kanë qef mua këta kur bëja produktin dhe të marrin një klikime, po jo, më shoqë, po jo, më atë kohë dhe energjie të bëj një gjë që të dali pari. Jo. Dhe televizion. Unë thash të ndikoj, po jo të më shohin. Të më shohin, duhet më shohin shumë. Jo, më shoqë, jo. Publiku nuk ka dalë këtu, ke shkutit e publikut. Publiku të shef, sepse ti bën. Konkuroj me këta të TikTok. Lërem, ka zanate tjera. Ka zanate shumë të nderuara, merru me ato. Bëu sukses shumë atje. Nëse ti je në tregun e klikimit, se kjo fjalë klikimi. Unë kam bërë një film bazuar mbi këtë, deri ku shkon çmenduria për klikime. Ama ti, nëse si je i Zoti, ti mund të mendosh që je i Zoti. Por në botë, nëse s'përshtatesh në një treg të saktuar, kur përshtatet Bill Gatesi, kur përshtatet Warren Buffett, kur përshtatet ku digjon, presidenti i Amerikës su përshtat ke ti, do të thotë që ti si e më in. Kur si e më in, up ground. Ska, ti do të konkurosh me TikTokun, me personazhet e TikTokut, po, me ata do konkurosh. Dhe kur digjoj që jo, po s'bëhet më muzikë mirë, ja, ke Albanin e bën muzikë të mirë Alban, se e tham, ke Alban Skënderaj, ke MC Kreshën, Lyrical Sun bëjnë muzikë shumë të mirë. Dhe janë shumë të klikuar, kanë dhe koncerte. Ke Tajna ka bërë këngë të reja fantastike. Pra, bëhen, thjesht gjej mënyrën, ose farë dorezat edhe shko, meru me meditime, bëj kështu yoga, bëj gjitje në mal. Ti më pëlqen se je në një gjendje që shumë njerëz mundohen të arrijnë atë lloj gjendje, po më pëlqen se si filozofon gjithçka, domethënë edhe ato gjërat që pëlqen se fole për Kalifornien, edhe që sishte në lëkurën tënde, apo për gjërat që ke dashur, apo se si harron, domethënë gjithë filozofia është shumë interesante. Mua s'u pëlqen një gjë, që ne kemi qenë me takuar bashkë një verë më parë dhe nuk më the që do i futesh filmit, ndërkohë në atë ditë ishim në një darkë kemi qenë një darkë tek Vila e Madh Pezës e Marcelës. Edhe ishte me Orindën, edhe me Gocën, edhe kemi bërë një muhabet shumë gjatë deri 5 mëngjesit. Deri 5 mëngjesit. Era parë që i ri kjo zgjuar. Pa. Se kjo flet shumë herë. Edhe un po flisja për filma dhe ti dëgjoje dhe pa pritur surpriza se ti ne komunikojmë bashkë. Surpriza ishte filmi dhe kur the tani që dua të bëj një reality, do të kisha qejf ta provoj. Jo, dua të bëj. Nuk e bëj dot tani, janë zën ato. Pa pritur dole. Si skenarist dhe producent dhe me një super trailer dhe nuk ta thash të jo e besoj atë se super trailer mund të thjesht ta nxjerrë bravo turi. Dhe madje isha me Albanin, këtë do ta them se është e lezetshme, ishim këtu te vila me shokun tënd dhe ai po më thoshte që pash dhe pjesë nga filmi, thash super film. Është realisht i bukur. E i thash vusa xheloze që jam. Kam shumë edhe të Albanin ngeli se nga që nuk është se jemi shumë. I thash që e themi tash sepse e di që do jetë shumë i mirë. Ma dalin plot, me gjithë respektin, po për ty jam kurioze, nga erdhi filmi? Filmi ka pas 2 barriera që s'është bërë nga unë. Dhe ironia e fatit unë e bëra në momentin që s'kisha asnjë strukturë nga mbrapa. Pa kështu do bëj gjëra. Kur më thoshin bëj, atëre. Unë mendoj që nëse do të bësh një budallik, lere ose të shkruar ose të filmuar. Dhe kjo është përgjegjësia më e madhe që ke. Të shkruash ose të bësh një film. Dhe unë mendoj që një film nuk mund të prodhohet pa pasur ti eksperiencën jetësore në tërësinë e vet. Që do të thotë, ti duhet të jesh mjaftueshëm i rritur.
Dhe unë kam pasur mundësi të bëj filma, se unë kam pasur tringun nga mbrapa, kam absolutisht mundësi pa fund. Edhe të thithja para e tjerë. Komedi njerë mund të prodhoja çdo sezon nga një. Po ti isha, nuk e kam bërë për një arsye thjesht. Nuk kam pasur guxim. Kam thënë nuk jam gati. Që të bësh të asamblosh një film, ti e di shumë mirë, është gjë më e vështirë në botë. Është një proces që ndodh vetëm një herë, nuk ndodh dy herë. Një film lind dhe vdes aty një skenar. Lind aty dhe vdes aty. Pastaj mund të ribëhet, po ai është emocioni tërësinë e vet. Dhe si thosh, më është dashur, i dy janë momentet, guximi, që ka marrë guxim, një është fakti që vajta 40 vjeç, edhe unë 40 vjeç, unë nuk kam kështu që të thosh, qefe, makinëra, nuk kam... Okej, charterin e kemi qef zgjidh, po se marrim dot. Çfarë makine ke kot? Një Benz, normal ka bler Orinda, atë se kam bler as vet me dhunë, se unë ishte për mua kisha një Si e si politikanët. Jo, ma ka bler me lekët. Jo, kuptoj ti si politikan, po më erdhi ato djali ma ka bler gjyshja nëna e Orindës. Jo, ma ka bler Orinda dhe më ka thënë që ti nuk mundet të hysh në oborin e klanit me këtë golfin, me gjithë respektin. Unë makinën time e ka marrë vesh bas një viti që i kisha me naftë, nuk e dija. Nuk jam, sepse mua më zë makina ta thash, dhe unë i urrej mjetën motorike. Nëse nuk kam ora, nuk kam kështu qefe. Domethënë, si thosh, objekte. Adrenalina ime vetme është krijimi. Dhe guess what? Vetëm që më mungonte është filmi. Kjo është një, dhe thash, okay, për 40 vjetor të vej ku të vej. U frymëzove çik dhe nga filma që bëhesh vërtet nga fakti që është një industri që ka filluar. Jo, s'ka lidhje. Domethënë, thjesht ideja është përkundrazi, mendoj që Ermali ka kap moment të mërësisht shumë të mirë, që është i pari dhe që është kapelen dhe ka bërë super gjetje atëherë me 2 gësh mjalt, edhe normalisht bravo i qoftë, më të guximi madh, dhe atë të fakt më ka ardhur i natë, si the ti i natë, më ka ardhur i natë që e bëri Ermali. Unë mund ta bëja shumë më edhe më i strukturuar, se i kisha edhe gjërat më, po bravo i qoftë Ermalit me kolon, nisën me femrat, pastaj bëri Ermali 2 gësh mjalt që ishte hit, edhe nga ana materiale dhe nga ana atë pati super sukses. Pra koha ka qenë. E vetme që i kam qenë i qartë që nuk do bëj film komedi. Mendoj që këtë e dija që në fillim që nuk do bëja film komedi dhe nuk do bëja film me aktorët e mi. Dhe në fakt në aktorët e mi, nga ata afër nuk kam asnjërin. Kam Genti që ka qenë më distant apo Rudina Dembaza që më është bashkuar më vonë. Kështu që këto dy gjërat e dija. Mendoj që të vinte momenti duhur, 40 vjeç tash, okay, turti s'ke ku e bën më tani. Dhe një arsye tjetër që atara nuk ti thonë që babi merret me këtë punë, se atara unë e kam lënë televizionin kur atara filloi të kuptonte dhe më dinte noter. Sepse unë mora një ditë noteria, bëra një akt notarial, asa i pëlqeu që vulos ato dhe thoshte babi është noter. Nuk e di fare që babi ka një dimension tjetër dhe nuk e lidh, ja vën në televizor, nuk e lidh, Orindën e lidh. Kështu që për shaka dhe e ndava që do e bëja. Unë kam kohë që e mendoj, kam hedhur shumë skenare, derisa erdha te kazerma që isha i bindur që po do bëhet mirë. Por filmi i mirë, trimi i mirë me shok shumë, nuk u bë kërka pa pasur staff excelent. Pik, le të kesh skenar shumë të mirë, le të kesh ide regjizoriale, le të kesh edhe lekët mund të kesh, po nuk ishe të nuhasësh profesionist. Dhe mua në fillim u thosha filmi im. Ditën e fundit, kur bën rep, dita 29 se zgjati shumë, unë kam thënë është filmi jon. Ata njerëzit ishin wow. Edhe thosha kam fut kot se producent me këtë pjesë të televizionit, sepse ata punojnë dhe jashtë. Ai vure se sa e bukur është janë ata njerëz e filmit, ata duket sikur asnjëri s'është për lek aty. Jo, po asnjëri s'është për lek. Domethënë u vdes për setin e filmit. Janë të gjithë të apasionuar dhe të fiksuar. Ja se u flet Dalina për këtë emocion. Me gjithë respektin që ka për, po duke qenë nga shpejtësia e madhe në televizion, pavarësisht ato në shpejtësi marramëndse kanë arritur të bëjnë krye vepra. Ore më kanë çuditur. Me jo them për televizionin, se thua ti çuaj televizionit, po në film, domethënë dashuria që kanë, me ato dhe 12 orë, 14 orë, 5 e mëngjesit, hidh materialet, domethënë gjithë fokusim. Dhe ti sheh njerëz që janë këtu nga një ëndër dhe nuk janë për lek. Do t'i paguash, po nuk janë për lek, dhe kur të paguhen ai shumë se sa meritojnë. Po, dhe është të jesh në një ambient me të tërë që kanë një pasion të përbashkët, që nuk është asnjëri nipi tjetër dhe asaj janë të tërë vetëm për një gjë. Dhe ndërlidhja është fantastike, domethënë sepse ti e di shumë mirë që një gjë mungon, prishet të gjithë gjëja, prishet dita xherimet është e kushtueshme. Në këtë kontekst është fantastike dhe unë më duket se kam gjetur çfarë do bëj. Dhe xherimi i mirë është, energjia e mirë është filmi i mirë. Filmi i mirë, shumë e vërtetë. Domethënë
Gjostli, bashkëregjizori, Shpëtimi, diretori fotografisë, Benarti, producent ekzekutiv, numri 2. Se s'dua të përmend emra. Domethënë do i përmend kur të dali filmi do i përmend një nga një. Nuk e di, unë ditën e parë, unë isha mësuar që çdo prodhim që bëj, ditën e parë për shembull dita 7, ora 7 e mëngjesit për xhirime. Dhe unë gjithmonë 7 binte telefoni, problem X. Ditën e parë të filmit unë e kisha xhirimin tim 4. 6:30 unë sjeta fare. 7 hiç telefoni. 8 hiç telefoni. Thash, që nga anullu fare, këta s'din si të ma thonë se dhe s'me njojnë, kanë frikë e kështu. Ora 9:30 hiç, u çova, tha Orinda, po merri në telefon, një të marr Kristin, asistent regjizorin. O Kristi thashun, po turi ai. Bot tjetër komplet, as që i theti. Po turi. I thashun, ha. Jo më tha, mos je tani, tha ti e ke tha kollçitin tënde ke 16. I thashun, jo, si po shkon? Si po shkon çfarë tha? Po filmi, po shumë mirë tha. Si shumë mirë. I thashun, s'ka asnjë problem? Jo, tha kemi filluar 6. What the fuck? Okej, thashun, bab, shkova atje dhe punoj ditën e parë, domethënë, atë që se gjen kur televizion. Dhe kjo vjen nga konsumi. Dhe shumë rrallë në Shqipëri. Dhe shumë rrallë në Shqipëri. Dhe prandaj po them që dhe unë një prej misioneve të mia uroj që mos të më kapi adrenalina kot, dua ta ndihmoj industrinë e filmit, jo pjesën time. Pjesën time unë do i bëj çka kam qefun. Dua që gjithë bota, qoftë edhe politikisht, këta njerëzit duhet të ndihmohen, duhet të subvencionohen, duhet të mbrohen, sepse janë një botë shumë e bukur. Ata janë një realitet fantastik. Janë realisht. Është një emocion edhe nga të buroj kjo temë. Kazerma ka qenë reality show që unë kam propozuar në Vision Plus në vitin e 2 të Big Brotherit. Kazerma është një ide ime, një reality show me 12 VIP-a, të cilët futen në një kazermë dhe konkurrojnë për të bërë ushtari mirë. Ushtari më i mirë i tyre dhe të ishte ideja në kohën e komunizmit, të ishte zbori dhe imagjinoje për shembull atëherë imagjinoje Zajminën, Çelietën, ku dëgjon apo shpat ka sa personazhet e famshëm që i bënin jetë ushtari me një kapter, një njerëz që i drejtonte atë dhe ky ishte krijimi im. Ishte fantazia ime, se ishte një format i realizuar dhe me që lafatoria ishte shumë e shtrenjtë, flasim në kur ka qenë imagjino sa vite përpara. Thash po bëjmë këtë kazermën, gjej mirë e parë ushtarak, nuk e realizuam, se duhet që më lerë kamerat e këto, dhe ngeli ajo. Gjithmonë kam menduar që kazerma duhet të vinte në një formë. Dhe ne jetojmë në kohën e realitit. Tani filmin nuk mund të bësh film me gjithë respektin për atë, nuk mund të bësh film për vete, duhet si filmi dhe të shihet. Dhe elementi reality e sillte shumë dhe bashkuan këto dy botë me një subjekt mërësisht dramaturgjikisht të mirë dhe erdhi. Pastaj unë ula me Edi Ogon, që është bashkëscenaristi im në film, edhe ula me Edin edhe e shtjelluam, edhe pastaj futet dhe Gjosti në proces, edhe besoj që kemi bërë një punë. Unë mendoj modestisht të mirë. Tani këtë do të lëm njerëzve ta shohin se financimin e kishte vështirë? Financimi është shumë i vështirë. Se nuk ishte nga QKK-ja. Jo, nga QKK-ja s'bën dot, nga QKK-ja duhet, domethënë nga QKK-ja dhe ky Francis Ford Coppola nuk merr lek, domethënë. Nuk edhe Tarantino si thonë që do të ndryshon tani me Jonidi nuk e dim se nuk e kemi provuar, po me ata përpara me ç'më kanë thënë se unë as nuk tentova, nuk se kështu janë ligjet. Nuk kam tentuar, por kam dëgjuar nga gjërat më të çuditshme. Besoj Jonidi është të paktën djalë shumë i mirë, nuk e di tani si drejtuese, nuk duhet të folur, po QKK-ja është një nuk e kam çuar në përmend. Unë shpresoj që projekti kam pasur ndihmë shumë, kam pasur dhe mirë kuptimin e njerëzve. Shpresoj shumë që projekti të konvertohet të paktën në një humbje dinjitoze të ardhurës, se unë kam darë që do e bërë. Kështu që thjesht jetë film i mirë dhe të shihet në kinema, sepse është një subjekt që i prek të gjithë. Domethënë aty duhet të dalin njerëzit e medias me reflektim, duhet të dalin publiku i thjesht me reflektim, duhet të dalin dhe personazhet publik me reflektim. Domethënë është një pasqyrë, nuk vëgisht, por ama secili duhet thotë po mirë, po sepse reality nuk është reality show ky subjekti, reality show është reality një gjë më e madhe se ne gjithë bashkë, kur ne kemi gjithë një vend, kthehemi tek ajo që dëshira ime për të dhënë një mesazh. Kur të dalin nga kinemaja, unë do doja që të paktën një xhiz të vogël për të reflektuar. Po ja dham, do të thotë që kemi të shtuar edhe do ecim krenar.
Shiko, Turi, kur të thash që jam xheloze, se është gjithmonë ajo qefi, ajo dëshira ime për të bërë filma, se unë kam atë. E di që e ke është dashuri dhe edhe unë kam një lloj frike çuditshme pavarësisht se guxoj gjithkohës, po për filmin në kinema, nga që për kinema kam një respekt shumë të madh. Edhe unë kjo bravo, se në fakt nuk e thash, unë konsumoj tmerrsi shumë kinema, kam konsumuar kinema shumë militar. Dhe është lut Zotin që mos të dal keq. Nuk do dalësh keq, por unë lut Zotin që të jetë një film dinjitos, mjaftueshëm që të frymëzohemi dhe të jetë një leksion. Uroj që majsa pashun ishte që të jetë një standard. Një standard, tamam. Të jetë një standard që të tjerë të punojnë çik më shumë. Unë për shkak personalisht do të futesha në kinema pa audio më të mirë, nuk do futem kinema pa drejtorin fotografisë më të mirë, nuk do futem kinema pa aktrimi deri te zëri, unë e kuptoj kur thua ti s'dua të marr të aktor, unë s'dua të bëj kompromis me filmin tim, nëse do të bëj për asnjë gjë në botë, për asnjë mik, asnjë ndjeshmëri, asnjë. Ore, edhe këtu po t'jen këto yje. Te kuptoj çfarë thua. Domethënë unë dua bëj kompromis. Jam dakord me ty. Vetëm me ëndrrën time që kam pasur dhe kështu që realisht uroj me shpirt dhe jam shumë e sigurt që do të jetë. Në fakt se ke bërë film kinema, vërtet është. Jo, nuk ma mban. Nuk jam gati. Do ta bësh, do. Dhe unë në fakt jam është shumë e çuditshme se ne kemi ca gjëra të përbashkëta. Unë jam te drama dhe unë. Do të thonë unë komedi mund të bëj diçka për Andalen. Ndoshta nuk e bëj unë, mund ta bëj producente dhe ta bëj dikush tjetër skenarin edhe ti ri në kokë. Patjetër që mund të bëhet sepse starsa tu kanë ecur shumë edhe nga ana e biznesit edhe patjetër që do jetë e lezetshme fani, por unë vetë kam dëshirë dramën edhe kur të vi. Je tip dramatik. Unë kur të vi. Kur të vi, do vi me Dalinë do vi. Do vi. Tani s'doja të futesha më shumë në atë pjesë sepse do flasësh gjatë gjithë kohës edhe për filmin do dali, por edhe s'dua bëjmë shumë teknik sepse të dy kemi aq pasion për filmin. Jo, po lodhim njerëzit që duan të shohin filma dhe të dëgjojnë shumë për backstage.